kur po falja drekën me erdhi dyshim, a e kisha bërë uljen e parë në rekatin e dytë, dhe pak më pas me erdhi dyshim, a isha në rekatin e dytë a tretë. Para selamit bëra se visesh dhe pastaj pas selamit shtova një rekat. Po unë kam vezvese, por u shpërqendrova edhe nga njerëzit që flisin, a duhet ta përsëris namaz. Njeri vëllezër i cili është i sprovuar me vezvese, do thonë nuk ka nevojë realisht as se visesh dhe me bë. Sidomos nëse shtohen, që mbanen me këto parime, dhe që kanë përmend dietarët. Don kur të shtohen vezveset, asnjë nuk merret parasysh. Don keq ka bin. Pastaj kur të vinë dyshime, don masi që e ke kryer adhurim, nuk merren parasysh. Ke marr abdes, vinë dyshime, a e ke la, a se ke la, me ignorant. Je fal namaz, e ke kryer namazin, ke dhënë selam, vinë dyshime, ai fala 3, 4, a ula, e ignorant. Nuk e merr parasysh. Nuk e hap domosht shejtanit këtë derë, që ai me lu pastaj me ty. Apo edhe brenda adhurimeve, kish sigur se pesho pyetjet paska historinë e çet pyetjeve, paska shumë njëjtat probleme. Po këto janë vezvese. Edhe brenda adhurimeve, kur të shpeshtohen vezveset vëllazër. Don çush e din se diçka është vezves, diçka jo, kur del jashtë, bon asaj të zakonshme. Sa herë që do me marr abdes, je namaz, të vinë dyshime. A ula, as ula, a e thash, a nuk e thash. Këto janë vezvese vëllazër. E cili është shpëtimi për kësaj ignorimi. Nëse don me shpëtu, duhet me ignoru. As me bas sejdë, as me përsërit namazin as kurrë. Domthon duhet me këmbgul, edhe me pas trimni. Edhe thot shejtanit vjen, po qysh po falesh ashtu, qysh a din se nuk e ke abdesin rregull, a din se kështu ashtu thunash. Çështu ne falem, çështu. Edhe vazhdon, kur të vazhdojsh, kur të shes se je njeri serioz, ai të lën rahat po. Mirë po kur shes se ti po i përgjigjesh, ai shkon vetë, mos prit mëshirë prej tina. Ai shkon vetëm duke të shtu. Paracitet në abdes, paracitet namaz, paracitet më duan derisa të vjen deri te besimi në Allahun subhanahu wa taala. Tim vezves. Andaj duhet me pas kujdes, njëri duhet me mbyll këtë derë të sherrit vetes. Çka kanë thënë dietar, bani ja hapë shejtanit një derë sa vrima e xhilpanës, ai ka me hap sa horizonti mes linjës perëndimit. Më duhet me pas kujdes. Njëri duhet mu tregu vëllazër çka i vëmendshëm këtu. E mënyra më e mirë vëllazër është ignorimi. Sidomos kur shtohen vezvese. Ignoroj. Ti adhurimin e ke sakt. Adhurimin e ke sakt. Krejt dietarët e botës kanë thënë kështu. Kështu që nuk ka mundësi ata me pas çka kes. E veç ti me pas mirë, ti me vazhduan ato thon. Edhe krahaso veten me musliman tjerë. Pse ata të tjerë po marrin abdes, edhe nuk po përsëritin abdesin? Pse ata të tjerë po falen, nuk po përsëritin namazin? Bon, qëllimi është që diçka s'ka kanë rregull me ty, jo që është problemi domethënë. Domethënë problemi, defekti ka te ti, jo te tjerë po. Kështu që bëni sigur njerëz të tjerë, sigur muslimanë të tjerë që ishin. Pa ignorim total. Edhe përdor rregullin, fillo, vazhdo, përfundo. E fillon, e vazhdon, e përfundon. Edhe nëse të vinë mendime që thon tu ka prish abdesi, vezvese, apo tu ka prish namazi, vazhdon. Derisa të kryen. Edhe nuk i kthehesh më. Edhe kimuni më i qet. Kur të përsërish, domethënë, mendon që tu ka prish abdes apo diçka e përsërit namazin, bën se viseje, shton rekate, ndoshta çat moment kimuni më mirë. Se të lirohet pak ai stresi, mirë, po më avon shtohet hala më shumë ajo. Mos prit domethënë se kjo të largohet, domethënë, se kjo shkon vetëm duke u shtu, vetëm duke u rrit. Andaj ilaçi vetëm që është këtë është ignorimi, edhe mos përsëritja e adhurimeve. Mos përsëritja e adhurimeve. Allahu vëllezër është i mëshirshëm. Allahu nuk është i tillë që ty kështu me dënu me kësaj gjë. Duhet me pas kujdes, duhet me pas mendim mirë për Allahun subhanallahu. Zakonisht këto gjëra bin ata njerëz që i tutën shumë Allah. Edhe kanë domethënë zemrën e mirë, kanë shpirtin e pastër edhe tutët, atë mos po lën diçka mango, mos edhe që ajo i bën si lloj presioni, edhe pastaj çka e tepron. Mirë, po edhe kjo nuk është në rregull. Se shejtani, nuk i intereson me çfarë po devijon. Apo devijon duke shtim me bë shumë gjunahe, apo duke e tepruar fenë e Allahut. Çto dy, me thon, karta i ka ndora i kundër teje. Nëse e vren se je njëri gjunaqar, ai mundohet me çti hala më shumë gjunahe, me thon haj se je hala i ri, pendohesh më vonë, haj se Allah është shumë i mëshirshëm, haj se Allah ta fal. Kur të shes se je serioz shumë fe, e nuk po lëshon pe. Çka mundohet me deviju duke e tepruar fenë e Allahut. Me çti sana. Këtu janë shkujdesi ose çet shkujdesi ose në teprim. Ama rezultati është i njëjtë. Ti ke më dëmtu fen. Shkon do shejtani bën se si çfarë dami bën. Kur të sheshi
von ta shton citat që teprimin fe, njeri është i dobët, nuk mundet me përballu vëllazër thonë. Pejgamberi sa më ka thënë feja është e lehtë, kurdo që e tepron, feja ka me mujt ato, nuk mundesh me majt në këtë formë fen. Nuk mundesh, njeri është i dobët vëllazër, vazhdimisht përsërit namaz, vazhdimisht përsërit abdes, vazhdimisht domethënë ndroj rrobat, vazhdimisht kjo është presion i madh, njeri dikur çka dobësohet feja edhe e lën pastaj.